Një ngjarje tronditëse po zhvillohet në një nga zonat më të shtrenjta dhe më të lakmuara të Bregdetit shqiptar, ku ndërtuesi Mojsi Lazaj ka zaptuar tokë shtetërore në mënyrë brutale dhe po ndërton pas një të drejtë ligjore, duke sfiduar hapur ligjet, institucionet dhe vetë autoritetin e shtetit shqiptar, kur nuk arriti ta merrte tokën përmes një vendimi të Këshillit Bashkiak, ai e mori me forcë, kur nuk ja doli me ligje, bëri me dhunë. Ajo që po ndodh nuk është më një shkelje administrative, është një veprim mafioz i pastër, i shoqëruar me heshtjen e turpshme të gjitha strukturave shtetërore. Nga ato lokale deri tek inspektoriati ndërtimor dhe te organi akuzës, ngjarja ka ndodhur në zonën elitare të ujit të ftohtë në Vlorë, një prej pikave më të shtrenjta të pasurisë bregdetare në Shqipëri, ku çmimi i një apartamenti ka shifrën 3.000 euro për metër katror. Mojsi Lazaj, ndërtues dhe pronari i kompanisë Lazaj 2002, pasi mori një leje ndërtimi në janar për një truall, tentoi të përvetësojë dhe një sipërfaqe tjetër toke shtetërore për të zgjeruar projektin. Më 29 janar 2025, Këshilli Bashkiak i Vlorës i hodhi poshtë kërkesën me vota unanime, madje edhe me votat e këshilltarëve socialist, çka tregon se rasti ishte flagrant dhe i pajustifikueshëm. Në mbledhje u denoncuan dyshime serioze për falsifikim të metrave në dokumentacion, ku pretendimet për sipërfaqe nuk përputheshin me realitetin fizik në terren. Në vend që të respektonte vendimin institucional, ndërtuesi nisi planin kriminal të zaptimit fizik të pronës në kulmin e fushatës zgjedhore, kur vëmendja e institucioneve ishte shpërqendruar. Mojsi Lazaj ndërhyri në terren, ngriti një mur betoni dhe rrethoi një sipërfaqe të konsiderueshme toke publike, mbi të cilën nisi ndërtime pa leje. Ai veproi me arrogancën e dikujt që nuk ka frikë nga ligji, nga shteti apo nga ndëshkimi, duke e trajtuar territorin publik si pron privat. Ky veprim përbën një uzurpim të hapur të pasurisë publike dhe një akt ndërtimit paligjshëm i ndëshkueshëm penalisht. Burimet të sigurta konfirmojnë se ndaj Mojsi Lazajt po përgatitet një kallëzim penal për disa vepra penale njëherëzi, ndërtim të paligjshëm në pronë publike, zaptim prone shtetërore me dhunë, falsifikim dokumentacioni për qëllime përfitimi, shkelje flagrante të vendimit të Këshillit Bashkiak. Në dokumentet e kërkesës së tij janë evidentuar shtesa fiktive të metrave, me qëllim legalizimin e sipërfaqeve që nuk ekzistojnë realisht. Një metodë klasike e ndërtuesve të lidhur me segmentet e korruptuara të administratës. Dyshimet janë të qarta, kemi të bëjmë me një skem të mirë organizuar të falsifikimit për të uzurpuar pasuri publike dhe për ta kthyer atë në truall privat ndërtimi, në një nga pikat më strategjike të Bregdetit jugor. Për këtë rast kërkohet ndërhyrje menjëhershme e prokurorisë së posaçme, ndalimi dhe arrestimi i ndërtuesit për ndërtim pa leje, si dhe hetimi i thelluar i të gjithë funksionarëve që kanë firmosur, heshtur apo ndihmuar në këtë grabitje të pronës publike. Ky nuk është më një rast urbanistik. Është një akt që sfidon shtetin dhe hap derën për precedent të rrezikshëm. Nëse ky zaptim nuk ndëshkohet dhe Mojsi Lazaj nuk ndalohet menjëherë, atëherë çdo ndërtues në Shqipëri ka të drejtën morale të ndërtojë ku të dojë, duke injoruar Këshillin Bashkiak, duke rrëzuar ligjet në fuqi dhe duke zaptuar me beton ato që nuk e merr dot me ligj. Heshtja e institucioneve përballë këtij rasti do të thotë pranim. Dhe kur shteti pranon të shkelet kështu, prona publike nuk ekziston më. Është thjesht një tokë e lirë për klientelën e ndërtimit e kthyer në plaçk në duart e më të fortit.